Sot në minutat e ardhshme do të thojmë bashkë drejt kujtimeve, sakrificave, por edhe dashurisë së madhe për artin. Me mua sot në studio për herë të parë në Prizma vjen aktoria shumë e dashur, Kujtime Ahmeti. Kujtime, faleminderit shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit tonë dhe të ndajmë ca copza të shpirtit tënd, por edhe të profesionit. Sigurisht që është pjesë e pandashme e ytja. Është kënaqësi, sidomos te ti Flora, që unë vlerësoj shumë për femrën dhe forcën që ti je. Dhe shumë edhe kënaqësi që jam edhe në emisionin tuaj. Gjithashtu. Ne në fakt jemi takuar, por nuk është se kemi pas rastin të njihemi për te, kështu që unë do ta shfrytëzoj këtë emision të të njoh në minutat e ardhshme, edhe pse sigurisht nga miqt, jo vetëm nga komuniteti i aktorëve, por edhe nga kolegët e mi, kam dëgjuar vetëm superlativa për ty. Kështu që këtë dua të ta them edhe publikisht. Faleminderit shumë. Vjen shumë mirë kur ndëgjoj kështu fjalë, sepse kam punuar shumë për këto fjalë, dëgjohen dhe është një feedback jashtëzakonshëm kur e dëgjoj këtë sen. Shumë e vërtet. E sidomos në këtë kohë që po jetojmë, të jesh empatik dhe njerëzor, janë tipare që mua po m'duket që janë në zhdukje e sipër. Kështu që kur takojmë njerëz të cilët i posedojnë me bollëk, është diçka shumë e bukur realisht. Dhe dallohen menjëherë këto tipare. Reflektojmë shumë e vërtet. Reflektojmë këtë botë dinamike që jetojmë, që njerëzishmja më zhduket si shpe, jena pak, po gjithmonë e vlerësoj atë njerëzishmen dhe jam për atë njerëzishmen. E vërtet. Kujtime, ne zakonisht bisedat i fillojmë duke i kthyer të ftuarit tanë në identitet, sepse shpesh herë jeta, siç e theti, kjo jetë e shpejtë e dinamike na bën që ta harrojmë ndoshta kujtimet më të bukura që na kanë bërë të jemi këto që jemi sot. Unë dua të të kthejmë në familjen tënde, në hapjet e emisionit e përmenda që ti vjen nga një qytet ku shqiptarët janë pakic, nga Velesi, dhe je aktoria e parë e cila ke dalë nga ky qytet dhe tani ke ngjitur skenat e vendit, por jo vetëm. Më thuaj si ka qenë fëmiria yte, cilat janë kujtimet më të bukura dhe çfarë ndan dhe çfarë mban ti me vete nga fëmiria dhe qyteti yt? Uf, ire e pikës. Kam pasur një femëri shumë të vështirë, duhet ta them realisht, që më ka bërë të rritëm para kohe. Mirë po, mendoj se pikrisht ajo pjesë më ka bërë sot personi që jam në këtë formë, këtu ku jam. Nuk ka qenë e lehtë, ka qenë një rrugtim shumë i vështirë, duke thy tabu, bariera, stereotipe. Unë e vi nga i vend dhe e di se si funksionon dhe sa e vështirë është një femër deportoje për sukses, sepse femra tjetër ne fatkeqësisht më vjen keq, nuk kuptohet dhe nuk vlerësohet. Por, ato paragjykime i kam thyer unë duke besu tek vetja dhe duke punu shumë që sot të më kthehet me një monedhë tjetër. Kjo ka shumë rëndësi, që të dish edhe vështirësitë, ndoshta ti përdorësh si avantazh tëndin. E the që i rrit para kohe, më bëri përshtypje kjo. Në çfarë aspekti jeta në këtë qytet të ka bërë që të rritesh para kohe, kanë qenë pikërisht paragjykimet ato që ndoshta të kanë pjekur, apo ke filluar që në moshë shumë të vogël ti mendosh gjërat pak më afatgjat, apo të lodhesh që në fëmijëri? Po, padyshim paragjykimet kanë qenë, rrethanat të cilën më ka sfidu jeta, nuk e mbaj mend vetën si kujtime ndonjëherë, e mbaj mend vetën gjithmonë të rritur. Mirë po kam pas gjithmonë një qëllim se duhet të bëj diçka. Nuk kam qenë ajo kujtimja që dal në lagje, lozi me shoqe, ose shumë si një fëmijë zakonshëm, po nuk du të hyma thellë, por rrethanat kanë qenë ato që më kanë bërë që unë të rritem para kohe dhe t'ja dalë, se për ndryshe mund të them dhimbjen e kam këthyn forcë. Unë nuk dua që të vë në siklet, por zakonisht kur i trajtojmë këto tema, ne kemi vetëm një qëllim. Ai qëllimi është që ndoshta ato vajzat e vogla, që ndoshta kanë ëndra të mëdha si kujtimja dhe që vinë nga qytete ku shqiptarët janë pakic, ndoshta do jetë një fije shprese, ndoshta dua lehtësoj rrugën nëpër të cilën po kalojnë, thjesht një dozë ngushëllimi. Kjo është edhe arsyeja pse nisa bisedën pikërisht me këtë temë. Shpresa dhe puna dhe besimi tek vetja, mendoj se janë 3 shtylla për mu që të bëjnë ta gjesh veten të lirë, se çdo njeri duhet jetë i lirë, edhe
mos ndikohet ka paragjykimi se ku do njerë kur e drejtojmë gishtin ka dikush, harrojmë se trej kemi nga vetja. E vërtet, shumë e vërtet. Por kjo të dikush mund ndikoj edhe negativisht, që unë kam gjetat forcën brenda me që t'i kthej në pozitive, po dua t'ju jap një këshill, sidomos vajzave nga unë vi, se të besojnë të këndrat e tyre, sepse jeta nuk ka reprizë. Shumë e vërtet. E përmende dhimbjen, qëfar ka buruar në dhimbjen tënde? Ndoshta në moshën kur ende nuk ke qenë e qartë me veten, ke ndjerë ndoshta një vështirësi në jetën tënde, por nuk e ke ditur nga po të vjen. Tani nga kjo distancë kohore, kjo kujtime që je përmbushur si në profesion, si vajzë nga ana tjetër, por edhe si grua, çfarë ka qenë ajo që ke mbartë me vete si dhimbje? Nga krejt që paragjykimet që i ke kalu, vështirësit, ndoshta të është dashur të bësh shumë më shumë se sa vajzat që vinë nga qytete ku nuk janë kaq të theksuara paragjykimet, pse fatkeqësisht ne duhet ta potencojmë faktin që në vendin tonë paragjykimet ekzistojnë gjithandej, por ka qytete ku ndoshta mund të jenë pak më të theksuara. Po të thash, unë jeta ime nuk ka qenë lehtë dhe ndoshta ajo ka bërë që të punoj ma shumë dhe gjithmonë të tregohesh. Ta tregojsh veten 2 fish, 3 fish. Të dëshmohesh. Të dëshmohesh, pikrisht, edhe ajo të lodhen, edhe ajo normalisht që të pjek para kohë, se ti gjithmonë një në tempo ritmin se unë duhet dëshmohem, edhe deri kur, edhe të lodhen, edhe për qatë them se u rrita para kohë. Ashtu. Je ndjen ndonjëherë përjashtuar, jo vetëm ti, por shqiptarët në qytet, në Veles konkretisht, jeni ndjer ndonjëherë të përjashtuar si në shkollë, si në aktivitete tjera, meqense po përmend këtë që të është dashur të punosh shumë, të dëshmohesh ndoshta 2 fishin e të tjerëve për të arritur qëllimet e tua. Gjithmonë. Në çfarë ke ndjerë më shumë ti këtë përjashtim, distancim? Në shkollë ndjesh, në marketë ndjesh, në rrugë ndjesh, në institucione ndjesh, në drejtën personale ndjesh. Gjithkund ne që vina prej atij vendi e kena tash nuk është çaq që theksuar, po është prapë. Edhe pse duhet të ekzistoj. Po le të kthehemi viteve kur kam qenë unë për shembull për të ndërtuar një gjimnaziste në shkollë fillore ka qenë shumë e vështirë, sepse gishtin të drejtojshin pa arsye. Dhe kjo besoj është një gjë që të lodh me kalimin e kohës. Besoj lodh, se duhet të punësh 2 fishin pa arsye. Ti duhet të punësh 2 fishin për t'u tregu se ti mund shkollohesh, a pse? Kur mundesh atë energjinë tjetër ta shfrytëzosh për diçka tjetër edhe me qenë më mirë dikun tjetër. Jam shumë dakord. E përmende që nuk e mban veten mend fëmijë, do të thotë se herë që kujton fëmirin tënde, të kujtohet vetja që vazhdimisht ndoshta je rrit para kohë. Por dua të kthejmë te temperamenti në moshë të vogël. Çfarë temperamenti ke qenë në kujtime? Ke qenë fëmijë kërkues, ke qenë vajzë e guximshme gjithmonë, ke qenë kurioze gjithmonë. Gjithmonë e guximshme, kurioze, gjithmonë të pamundërën do isha ta bëj të mundur, edhe gjithmonë kur thoshte diçka nuk mundet, jo, mundet kjo, pse mos mundet? Gjithmonë ekziston ajo pseja ime. Kam qenë shumë impulsive, shumë e dashur me njerëzit. Këto karakteristika i kom pas, edhe këto edhe sot e sot më mbartin, besojnë për vete. Jam besoj pjesë e karakterit, po edhe e formimit tënd. Çfarë roli ka luajtur familja yte, prindrit e tonë jetën tënde kujtime, sa kanë lehtësuar atë rrugtimin tënd, jo të thjesht me cilin e filluam edhe vetë bisedën. Ta kanë lehtësuar në ndonjë aspekt? Shumë kanë qenë suportues, shumë kanë pasur besim të unë. Edhe unë i falenderoj se pa ata vërtet nuk do isha këtu. Kam besu tek unë shumë dhe unë kam punu shumë për mos i zhgënjej. Se më kam bështetur. A është edhe kjo një barë që të bën të rritesh para kohë? Kjo kemi një breng që mos t'i dëshprojmë prindrit, që t'ua kthej mundin që ata e kanë bërë për ne. Duket se edhe kjo është një moment që na bën neve ta tejkalojmë një fazë, ta humbim një fazë të fëmirisë. Nuk ke shans të dytë, nuk ke backup. Okej, të përkrahim, mirë po nuk ke shans t'ja huqish, edhe normal që është edhe pak barë mbi supë edhe ajo, mirë po unë atë barë e mbaj me shumë kënaqësi se jam prindrit e mi, është familja jeme që ato e duan më të mirën për mu, besoj të ajo.
edhe me shumë knatësi e kam bajt atë barë edhe kanë qenë shumë suportues. Dhe nëse se bëjmë për prindrit tanë, për familjen tonë, nuk e di për këtë tjetër ne mund të bëjmë krejt këtë. Në një intervist më bëri përshtypje e ke përmend që motra ka qenë ajo që të ka shty të zgjedhësh pasionin tënd, aktrimin, një talent që ajo e ka pa, që e ke pas gjithmonë, por e ke përmend që ndoshta mos t'ishte fjala asaj, unë nuk do ta kisha marrë këtë vendim. Do të thënë ka luajtur një rol të rëndësishëm motra yte në këtë vendim final për të studiuar, për të zgjedhur akademi. Hatri që s'ja kam përmend emrin. Sot do t'ja përmendim. Sot ja përmendi emrin, premtime të dua shumë, është motra eme. Ajo, vërtet, unë tash nga rrethi ku vije kisha shumë problem që ta nxirja zorin e brendshëm se dua aktrimin, pik, edhe ishte wow. Edhe premtimja ishte ajo motra ime, cila tha, po, shko më në aktrim, tha ti për atë punje, edhe. O, tha që e tha aktrimin. Aktrimin erdi në mënyrë shumë natyrshme, dëshira ime brenda meje, zëri ishte motra, por do thua ti tani pse e ke zgjedhur aktrimin, sidomos që vish për një rrethi shumë paragjykues, një rrethi me tabu për femrat shkollohen ose të përparojnë. Nga ajo që thash në fillim për ta lidhur, se jam rritur para kohe, mendoj se në aktrim e kam gjetur lirinë të shprehurit timen. Pra të zbulosh atë vajzën e vogël që është rritë para kohë dhe të kesh mundësin që të ndash me botën shpirtin të. Po, pikrisht. E thej që ka ardhur natyrshëm aktrimi, po kur ka qenë një moment kur ti e ke parë veten që vërtet ke talent për aktrim dhe që ndoshta në një fazë vetëm e ke ndruar. Cila ka qenë kjo fazë? Kur e kam pa veten se kam pas talent në akademi, se sigurisht ti kur regjistromi në akademi është një provim pranues që aty ta konfirmojnë profesionistë. Nëse je për këtë punë ose si e fare? Po, jo ose si e. Dhe aty normale merr konfirmimin më të saktë dhe aty ishte provimi i pranimit për në akademi. U pranova dhe aty e merr mendoj një vull që ti je për këtë profesion ta vazhdojsh, pastaj normal, fillojsh ta studiojsh, profesionalizohesh dhe ta ushtrojsh. Patjetër. E mbaj një fjalë profesorit tem që thoshte dhe kishte shumë drejt, edhe pse kam shumë hatërmbetje me profesorin tim, po që këtë kishte shumë të mirë. Nëse nuk arri unë ti nxjerr studentët e mi që nxjerrin buke nga ky zanat, atëherë pse duhet t'i diplomoj. Okej, kjo mban shumë. Po hatërmbetjen? Nuk do t'i flas. Ka ndonjë shkak personal ose jo. Të është bërë ndonjë padrejtësi rrugës që ke këtë hatërmbetje? Po, gabojnë në një moment të caktuar me mua, po koha e dëshmoj të kundërtën dhe kërkim falet janë shumë njerëzore, kështu që. Me rëndësi të vinë kërkim falet dhe njerëzit ta kuptojnë në një pikë të jetës që na ka ngabuar me ne diku. Ma përshkruaj pak atë momentin e parë kur ndoshta më në fund po e shihje atë dritën në fund të tunelit, momenti kur ti shkove në akademi dhe po e prisje këtë vendimin final, në qoftë se do pranoheshe ose jo, dhe momenti kur tu tha që ti shkon tutje. Cilat kanë qenë emocionet e tua? Pastaj aty hyna pikpyetjeve. A jam vërtet unë për këtë punë? Gjithat mund të... A ka seriozisht? A ka seriozisht, këta gjithat mund të bona është ta shkova o pranova dhe në fund prap dole të aja pikpytja. Ata më ndoj edhe njëherë, ata rishqyrtoj edhe njëherë. Por jo, pastaj filloj viti i parë, ato etydat, dhe aty, në fakt në ato 4 vjetë akademi ti ndërtohesh dhe zbulohesh në profesion. Edhe si shkojshin vitet, ashtu edhe zbulojsha talentin tim ma shumë, po dhe talentin kërkon edhe shumë punë të ky profesion jonë. Nuk mund të alosh vetëm talent. E vërtet. Dhe unë jam tip që punoj shumë. Edhe normal, pastaj mas akademis ishte shfaqja e parë që unë kam luajtur me teatrin e Shkupit, dhe ishte një konfirmim shumë i madh.
edhe me një regjisor shumë të madh dhe kisha përballë edhe profesorin tim që më ligjeronte aktrimin. Cila shfaqje ka qenë, cili regjisor? Vdekja dhe Antonit nga Dino Mustafiq. Okej. Një regjisor shumë i njohur edhe ndërkombëtarisht. Edhe shkum në audicion u pranova, edhe në kast e shof profin tim, e shof Dino e regjisor dhe krejt ansambli i teatrit shqiptar që për neve në studime ishte wow, edhe emocionet pa para. Po edhe aty ishte një konfirmim se po, ky profesion, jam unë për këtë profesion. Dhe gjërat nuk kanë ndodhur rastësisht, pra ke qenë destinuar, sepse unë besoj fort që njerëzit në këtë jetë vinë me një mision dhe është bukur të dish ta gjesh misionin për cilin ti ke ardhur në jetë. Edhe pse mendoj që rrugës gjithmonë ekzistojnë këto dilema, nëse po e bëj mirë mjaftueshëm, mendoj që kjo është një tipar i njerëzve të cilët duan më të mirën dhe duan versionin më të mirë dhe janë profesionistë në gjithë. Çfarë të ka mësuar kjo periudhë e studimeve, kujtime, çfarë është ajo që ti ke marrë me vete nga krejt periudha e studimeve? Në çfarë të ka gdhendur ty, çfarë të ka mësuar ty dhe çfarë kujton sa herë që kthehesh në këtë periudhë të jetës? Më kujton studimet i kisha momente shumë të bukura, ishim një klasë shumë e mirë, shumë energjike, raporti me kolegët ka qenë shumë i mirë, edhe të rem pak i eger. Të do ta flasim patjetër. Po unë prap isha ajo kujtimja që arrit para kohë, edhe për atërin... E përgatitur, e gatshme. Për atërin me eger isha dyqysh e gatshme dhe kam një nuhatje shumë interesant që njerëzit shumë i lexoj pa tekst. Po ishte, nuk mund t'ja them se si ishin vitet bukura, ishin shumë vitet bukura që kalon shumë kujtimet mirë ato unë. Më thuaj, si ka qenë mikpritja yte nga komuniteti artistik? Si e mirëpritur nga kolegët e parë? Si e ke ndjeti veten? Ke parë buzëqeshje të sinqerta apo ke parë më shumë buzëqeshje jo të sinqerta? Jo të sinqerta. Ti je më sinqert për jo të sinqerta ishin ato buzëqeshje. Prap, ai terreni i egër që tash u egërsu pastaj mas akademisë dhe ma shumë. Ajo xhelozia, ajo buzëqeshja fake. Rrotullimi i syve? Rrotullimi i syve, një farë çudie, vjen prej një vendi aktore, por, okej. Por... Kur në fakt duhet të ishte e kundërta. Do duhet të vlerësohej ndoshta dy fish, fakti që ti po vije nga e pikërisht për këtë them se erdha nga një vend që e kërkojsha atë butësinë dhe pranimin dhe vish me një vend që është edhe më i egër. Dhe ishte edhe më e vështirë, po nuk do të dorëzohesh. Unë këtë se di ma kam mësu shumë jetë mos dorëzimin. Mirë po, puna është ajo që ti mund të flasim gjithë ditën, po puna në skenë të ne e dëshmon mas mirë. Edhe une gjithmonë kam vendosur jo të flasë shumë në për kafe, jo të flasë shumë me kolegët, po të flasë në skenë. Dhe unë gjithmonë kam thënë që publiku nuk e gënjin dot. Profesionet tona janë kaq transparente, sa që nuk ke nevojë të marrësh miratimin e të tjerëve, sepse miratimin dhe verdiktin final e merr nga publiku, dhe kjo është ajo që po e thua ti. Dhe unë mas shumë dua që ti qëndroj besnik publikut. Dhe jam dakord me ty. Po nga vjen kujtime ky fenomen, ndoshta i njerëzve të cilët priren të kenë këtë xhelozi në një det kaq të madh, sepse profesionet tona si teatri, si televizioni, unë konsideroj që janë një det shumë i madh dhe ka hapësirë që të gjithë të lundrojnë. Pse mendon që vjen kjo ndjenje konkurrencës, ndoshta shumë shpesh kaq e egër sa unë them që është edhe e panevojshme? Unë mendoj se njerëzit që nuk e njohin mirë vetën, nuk e di është ndoshta jam edhe gabim, që nuk e njohin mirë vetën ose nuk kanë arrit ta gjejnë veten ose ta pranojnë veten, i kanë këto pasigurit, edhe ato, si u thëmë këtyne, që duhen t'i lëshojnë ato shigjetat, ndaj tjetër kuj, pa arsye, mendoj se do të punojnë ka vetja shumë, se çdo kush është i mirë në atë versionin e vetë dhe unik.
Nuk ka nevoj as me bo dam dikuj tjetrit, as me gjelëzu, as ku gjo, thjesht me apranu atë punën e mirë, me këshillu ku mundet ma mirë, edhe mendoj se do jemi ma sukseshëm, edhe ma me pache me vetën. Jam shumë dakord dhe mendoj se do të kemi edhe më shumë prodhim kur të ulet kjo ndjenja e konkurencës. Bashkëpunimi mendoj që është ajo që mungon shumë. Dhe te shumë mirë, unë nuk e kam të qartë se sa i rëndësishëm dhe sa i dobishëm është një sukses kur bëhet në kurriz apo në dëm të tjetrit. Nuk e di se sa mundet një njeri ta shijojë këtë sukses kur e din që në fund të ditës ka dëmtuar dikë për të arritur një qëllim të vetin. Ti mund ta shijojsh në moment se ke çfarë do lloj natyre të njerëzit, po rrugës do pengohesh. Do vi një gur aty i madh. Do pengohesh rrugës. Jam shumë dakord. Thoshta unë jam shqyen për sinqeritet edhe ndoshta kjo bisedë është shumë spontane dhe jo shumë e bukur. Jam shumë direkte, amo gjërat janë tilla e ti flasim ashtu siç janë, tash se nuk mund të bëjmë atë ne për këtë po insistojmë më shumë ti, sepse jemi mësuar në ekran të shohim vetëm këto klishe, gjërat e bukura, sikur gjithçka perfekt. Aparenca dhe gjithçka ashtu e maskuar, ndërkohë që realiteti nuk është i tillë, sapo fiken kamerat, vjen një realitet tjetër, por unë insistoj që në këtë studio të thuhet e vërteta dhe vetëm e vërteta, dhe të mësohemi me këtë, të themi gjërat ashtu siç i mendojmë edhe publikisht. Kjo mendoj që na bën edhe njerëz më të mëdhenj, por edhe të sinqert me veten, edhe me publikun, po edhe me njerëz që na rrethojnë. Edhe në paqe me veten, ku ka më mirë? S'ka më mirë se ti jesh në paqe me veten. E të shumë mirë, këta njerëz duhet punojnë definitivisht me veten. Po krahas kësaj, ke gjetur miqësi, kemi keshat e tua nga ky komunitet ose jo? Sa është e vështirë të kesh miqësi të sinqert kur je në të njëjtin profesion, kur ndan të njëjtin profesion? Unë mikem e kam vetëm një. Tjerat i kam kolege. Okej. Po të mjafton besoj, të kesh një mike, të ndash ndoshta edhe gjëra të cilat ndonjëherë ka nevojë njeriu t'i ndajë me dikë, mos t'i mbaj për vete. Domethënë është një, tjerat i kam kolege, respektoj i du, po për shoqëri jam duket shumë e shejt, edhe sot është vështirë për shoqe gjesh, kështu që një e kam, dhe e du fort. Zoti ta ruaj. Ta ruaj. Po ta uroj kështu sinqerisht. Dhe të zgjas miqësia juaj gjithmonë. Inshallah. Kujtime deri tani diçka mu po ma vën me sy, është duke më verbur, nuk e di është ajo unaza yte ose është ajo që ti po shkëlqen sot dhe po dukesh shumë bukur. Faleminderit. Ke ndruar status, ka një vit që je martuar, ke filluar jetën bashkëshortore. Si t'ka gjetë kretë kjo periudhë, si ka kaluar ky vit i parë për ty si nuse e Shkupit, nëse nuk gaboj jeton në Shkup, apo? Po. Okej. Mirë, shumë mirë, kam gjetur personin e jetës ku unë gjej ngrohtësi, është intervista e parë që flas. E di. Ngrohtësi, dashuri, mbështetje dhe mirë kuptim. Dhe mund të them se këtë vit jam në një vit ashtu shumë të lumtur, po, të lumtur, sepse është e vështirë në profesionin tonë ta gjesh. E dina se sa e vështirë është, kështu që jam shumë e lumtur që pikrisht është ai person që unë kam zgjedhur ta jetojmë jetën dhe ta ndajmë bashkë. Sa e bukur. Në fakt, kjo energjia yte, ajo soft era, do thoja unë, po mbizotron prej në momentin që hyre në televizion e ndjeva këtë energji të butë që kera në një fazë shumë të bukur tjetës tënde, që sigurisht ne ja dëshirojmë çdo vajze. Por në këto profesione, e theti është pak e vështirë. Sa ka qenë sfidë për ty ndoshta që të arrinit në një pikë që t'i sheshonit gjërat, ta pranonit njëri tjetrin ashtu si që jeni dhe ta mirë kuptoni. Jam e sigurt që e ke testu. Kam testu. Hajde këshirem shfaqe, hajde edhe po i ka pranu gjërat për fakt. Ka qenë sfidë kjo derisa janë pranu gjërat? Nuk e di, është personi i këtij profesioni ose ka komplet tjetër profesion? Hiç. Mirë që s'ka të bëjë. Pse të gjitha aktorët e thonë këtë? Që nuk duan bashkëshorte të njëjtit profesion. Në shtëpi tash nisin të flasin për role, do pak pauzë. Ai e ka pas në fillim pak problem, mirë po duke
fillu ta ndjeke, pastaj pi afër, duke më pa mu se nuk është diçka qaq si duket prej jashtë. Edhe thash, nëse më zgjedh mu, profesioni është me mu, kësha zgjedh merë. Po, gjitha të sakrifica kam bë për këtë profesion. Nuk ja qiti matematika, trine pa mu. E bukur kjo. E the nga jashtë shihet ndryshe, çfarë mendon ti që shohin ndryshe njerëzit të cilët nuk janë pjesë e kësaj bote? Nga ku mendon që buron ky paragjykim për këto profesione? Sidomos te vajzat dhe gratë. Se te meshkujt nuk e di sa. Ma kujtova këtë shfaqen që po punojmë, mos u fol aktorëve me këtë pyetje, se si dallohet ajo dhe çfarë shihet nga jashtë. Punojmë një shfaqe me kastriot çipin dhe është mos u fol aktorëve dhe unë luaj pikërisht një vajzë që e ka qef shumë botën e artit, mirë po nuk është pjesë e artit. Okej. Edhe ka burrin tekst shkruasi i dramës dhe thot, duhet vita ndjeki teatrin prej brenda, qysh duket. është një vajzë prej botës artit jashtë dhe do në të ndjeki teatrin prej brenda. Dhe kur e shef kjo se me çfarë ballafaqohen brenda me sa vështirësi, kjo nuk mund ta imagjinoj, thot unë teatrin për jashtë e imagjinoj që diçka shumë bukur, shumë madhështor, ju si pas ki gjithë këto probleme, nuk keni buxhet, nuk mund gjeni tekst, nuk le rolin. Do më thonë, ma kujtova kështë, po duket për jashtë madhështor dhe është teatri madhështor dhe i shejt, po brenda luftojmë për ditë me sakrificat e mundësive. E dishtë dhe vetë se je frekuentues e teatrit, e dishtë sa e vështirë është. Tek ne, sidomos. E the shumë mirë, publiku e konsideron të shenjtë, sepse ne si publik e shijojmë vetëm atë spotlightin, atë momentin e premierave, shfaqjeve, ku gjithë aktorët jeni në harmoni njëri me tjetrin, dhe prandaj ne e shohim vetëm këtë pjesë të bukur, ndërkohë që sakrificat që kalojnë brenda nuk e të vetëm ma mirë mos flasim. Janë tema të cilat ne i trajtojmë shumë shpesh në emisionet tona, sepse unë mendoj që asnjëherë nuk është mjaftueshëm të bëhet për teatrin, sidomos në vendin tonë. Duhet sa më shumë të flasim këto tema. Tani dua të kalojmë pak t'i kthehemi në fakt asaj për cilën nisëm të flasim. Nuk se nga velesi në Shkup, si t'ka pritur Shkupi, si je përballë momentet e para me familjarët e bashkëshortit tënd. Nuk është se dallojmë shumë, por gjithsesi po mirë, nëse ekzistojnë. Janë shumë të lidhura dhe janë shumë mikpritës për mu dhe e kam një raport shumë të mirë dhe në harmoni. Shumë bukur. Familja jute si e priti këtë vendim, ndoshta që të martoheshit, ishin të lumtur për këtë vendim? Po. Si kanë qenë komentet e... Shumë të lumtura. Shumë të rishin, se çdo ditë ma bëshin hajde kur, e dishti si janë familje tona. Ky presioni që atyre ju duket i thjesht, po ndikon shumë. Ta rahatoj qikën. Shikve çfarë ashtu kam. Po, është... E kam pritë shumë mirë edhe ishin më merak se çfarë lloj personi do kem në krah, mirë po kur e panë se çfarë lloj njeriu është ai dhe sa i njerëzishëm është, atëherën e hoqen krejt merakun edhe shtash janë rahat. Shtash janë rahat, rahatutas nuk e ndëgjoj më atë pyetjen kur mu hajde. Kanë të drejtë familjarët, sidomos prindrit, të cilët duan të sigurohen që vajza e tyre do jetë në duar të sigurta. Po, kanë të drejtë plotësisht, edhe unë me të ardhmen do ta bëj të njëjtën, besoj se sado që rritim e ke vrejt, u japim drejt prinderve. Shumë e vërtet. Dhe fillon shndrohet, kam dëgju, s'fundmi e kam lexuar që të gjitha vajzat në një moshë të caktuar bëhen si nënat e tyre. Dhe mendoj që kjo është shumë e vërtetë. Po, shumë e vërtetë. Pa vetdije, por fillojmë të shndrohemi si nënat tona. Po, jeta përvoja atyre se janë marrë moshën dhe kanë kalu para nesh në disa gjona dhe i kuptojnë ma mirë, besoj dhe na. Tana që shkojnë atë u rritë, i konfirmojnë atë që ka ndonë. E prekim jetën e vërtet, ndoshta, e shojmë realitetin. I kuptu dhe ma mirë, po. Je gati të bësh nën? Kujtime. Uj, pyetja më klishe. Njëherë kur do martohesh, pastaj kur do bëheni prindër. Dhe pastaj kur të bëhesh nën, unë do të pyes kur do vi fëmija i dytë. S'kan si gjithë shqiptaria, pra s'kan fund. Inshallah, do zoti.
Jeni në atë fazë ku po bëni planet e para ndoshta ose thjesht ka hyrë si temë në diskutimin tuaj editor? Pas ke vendosur të krejt mi nxjerrësh. Ka pak. Se nuk e di më kur do të kemi sërish. Prandaj, unë ta parashikova, thash nuk e di pse kam një parandjen që shpejt do bëhesh. Inshallah. Unë e kena diskutu, po. Është dëshira, shtash ja kena lënë Zotit në dorë, me shumë knatësi dhe dashuri e presim. Unë definitivisht të gjitha vajza u auroj me shpirt, jam vetë nënë dhe e di që është ndjenja më e bukur. Më duket si shpërblimi më i madh që mund ta marrim në këtë jetë. Definitivisht, që ta uroj, që ta përjetosh sa më shpejt, dhe do më kuptosh. Po, do të kuptoj. Ta është të ndjej, po pastaj besoj se do të kuptoj. Dhe je një none mrekullueshme. Shumë faleminderit. Është bukur ta dëgjosh nga një grua tjetër. Besoj se je, unë tash të vlerësoj shumë, se dulem tash të ti. Mos tingëlloj sikur po javojmë qepin njëra tjetrës, po... Në sinqerisht, jena njoft prej larg, mirë po unë vërtet kam vlerësu dhe për gjëra që i ke tregu në për intervistat që ti kam dëgju se je vërtet një power woman. Faleminderit shumë. Dhe krejt këtë e kam bërë që të sensibilizojmë vajza tjera, po thjesht ta kuptojnë që jeta është e bukur dhe nuk ja vlen të jetosh në ambiente ku nuk je lumtur. Tash, jeta nuk ka reprizë. E vërtet, e shumë bukur, kjo është një moto shumë e bukur, jeta s'ka reprizë. Jetoni një çdo moment, bëni atë çka doni, çka ju do qefi dhe çka mendoni se është më e mira për ju, normalisht pa dëmtu askë. Të tjerët, shumë e vërtet, e bukur. Tani do të flasim pak për rolet e tua, e nisem me shfaqjen e parë, na fole pak a shumë edhe për shfaqjen e të cilën je duke punuar aktualisht. Kujtime më thuaj cila është ajo shfaqje për cilën ti je ndoshta më shumë ti krenare me veten, një rol shumë i realizuar, një rol ku të ka flejt shumë ndoshta edhe shpirtnisht dhe rol me cilin ti ndoshta edhe jemi shëru. Ja thash edhe diku tjetër këtë, po. Të gjithë rolet i du, të gjithë rolet me japin emocionet dhe eksperienca të reja, pa dyshim, po Ritën. Po ka marrë ta një mix fotografish nga shfaqjet. Rita është një rol shumë sfidues për mu. Kam punu shumë fort për Ritën. Kjo është Magdalena. Kam punu shumë fort për Ritën dhe kam bashkëndje me ta, se është një personazh që është zhvillu shumë në periudha jetësore të ndryshme dhe në sfidat të ndryshme të jetës për më mbjetu një femën, për më mbjetu nga sistemi, për më mbjetu nga xhelozia, pamundësia për punë që i jepet, që është një femën shumë e shkolluar dhe intelektuale dhe përfundon me përfundon në rrugë, duke e keq përdorur bukurinë dhe feminitetin e saj për të përfituar tjerit dhe në fund ajo dëshpërohet edhe nga ta afërmit e vetë ku me një moment vendoset tikjene për një jetë më të re dhe më të mirë. Rita. Tematikë sa me interesante, emocione flas për po. Ritën, e du fort Ritën. Po dhe tjerët nuk duhet janë shkaloj sepse si cili rol ka një pjesë shpirtit tim. Se çdo rol i jap edhe diçka timen personale të kujtimes përveç ato që kërkohet si personazh. Sa është e vështirë kujtime pasi mbaron një rol dhe pasi kryhet premiera, reprizat, të shkëputesh emocionalisht nga roli. Lidheni kaq shumë me rolin sa është vështirë pastaj të shkëputeni? Si është kjo? Se mua më duket interesante, domethënë të punosh një periudhë të gjatë, ti je vazhdimisht i impenjuar vetëm në atë rol dhe pastaj me njerë të shkëputesh. Si është për një aktor? Është pak më varet edhe sa hy në rol. Ti sa hy në rol? 100%. 100% do më thonë pastaj më duhet edhe një 100% për me dole. Pra është proces në vete kjo. Po, se fillon ti mi shosh qatë shumë me rolin, sa që flet si roli, mendon si roli, reagon instinktivisht, unë e kam gjetë momentet saktu me veten duke reagu si roli. Mbas. Dhe, thëmë, okej, dil bre, dil nga roli, po. Dil nuk funksionon ti kështu, nuk bërtet ti kështu, ose nuk bosh nervoz kështu. është pak e vështirë, len gjurëm, pa tjetër që len gjurëm, sidomos nëse të vinë role një pas një që ti interpretojsh në skenë një herë njavë, dy herë njavë, dhe janë emocione ndryshme
me fundja nuk jena robota, jena njerëz që shkarkojmë emocione, kështu që është goxha, duhet. Ama ajo bëhet me mjeshtrit aktorit që din distancohet, se duhet distancohet se po su distancove. Është pa mundur pastaj të kalosh në rolin tjetër. Është pa mundur, po. Është pa mundur dhe në vetën të kalosh pastaj. E përmende Ritën, thej që është një rol sfidues. E konsideron Ritën si një nga rolet ndoshta më sfiduese deri tani të cilat i ke realizu, nga më të vështirat që të është dashur ndoshta pak më shumë punë me veten? Unë, sinqerisht, për këtë shfaqen Cilindri, dua ta përgëzoj publikisht Aferdita Nohiu, regjisoren. Është një regjisore me shumë potencial. Është në regjit e Aferditës Cilindri. Po është Rita, edhe mund të them se rolet dhe sfidues kam pas edhe të gjithë janë sfidues, po tashti të qëndrimi Riani. Ne e njohim që është një regjisor shumë kërkues, kështu që... Po, sa kërkues që është qëndrimi. Mund të them se të qëndrimi, kur kena punu në proces, jam dopsu një 7 kg. Që që ta mërë mendja. E ke parë këtë si avantaj ose disavantaj, se ne e dim sa mund duhet ti humbësh 7 kg. E ti humbësh ti pa mundur në shfaqe. Vetëm nga maltretimi i regjisorit. Bo, qa kena hek, me qëndrimin po, në qëndrimin e mbesoj edhe du shumë se është një regjisor i mrekullueshëm dhe që e kena. Shumë e vërtet. Edhe është knaqësi të punoj me to, mirë po edhe ai ka qenë shumë rol sfidues, po edhe me qëndrimin në regji ishte edhe më sfiduese. Interesante, po. Kujtime, sa mendon që ka ndryshuar mjeshtria yte profesionale nga shfaqja e parë për cilën na fole, deri në shfaqjen që jeni duke punuar aktualisht? Kur kthehesh dhe mendon, ndoshta kujton sekuenca nga shfaqjet, sa mendon që ke lëviz si aktore, sa mendon që ke ndryshu si aktore krejt këto vite? Shumë, sinqerisht shumë. Une, për shembull, në fillim kur u punsova, e moj mend janë ata shumë emocione në skenë, s'di si ta menaxhojsh. Tani, për shembull, gjatë sa u bonën që jam e punësu me 6 vjetë, po 6 vjetë, pas ka po 6 vjetë. 6 vjetë, okej. 6 vjetë ndryshon, se përvoja e bon ndryshimin. Dhe vedisohesh ma shumë profesionalisht dhe normal kje punë me shumë bashkëpunëtorë dhe ajo është përvojë në veti dhe bashkëkrijon në cilën shfaqe diçka të re dhe ndryshon, shumë ndryshon. Mu më besoj se më ka profesionalizu shumë. Gjithë këto 6 vite sa u bë. Po emocionet, kujtime, vazhdojnë të jenë të njëjtat momentin e parë kur nis shfaqja. Gjithmonë më ka interesu kjo pjesë. Për shembull, unë jam gati 2 dekada në ekran dhe vazhdojnë ato sekondat e para ta kesh emocionin e njëjtë. Nuk e di, është çështje pasioni apo kur e bën me shumë dashuri profesionin, tek ti si qëndron me emocionet, është gjithmonë njëjtë? Gjithmonë është e njëjta. Edhe gjithmonë ja bëj pyetje vetes, thon, ç'mu desh ky profesion? Gjithmonë me emocione. Para se filloj shfaqja, tham, ç'mu desh mu ky profesion? Se e kjet emocionin, fillojnë rrohjet e zemrës, frymarrja, fillon se di tekstin. Ndodh ndonjëherë në moment, ndoshta ndonjë sekond ta harrosh tekstin. Din, po ai presioni që ki përgjësi para publiku, përgjësi para gjithë atij menaxhmentit që qëndron mbas institucionit ta marrë iniciative për të bërë shfaqje dhe është një ngarkesë shumë e madhe, plus edhe roli që do ta interpretojsh në skenë. Do të thonë ky e kam vërejtë se ne ndryshojnë në skenë përvoja gjithkohë, po në ato 5 minutë që para shfaqjes na kur nuk ndryshojnë ato emocionet. Ajo rrahja e zemrës Po pastaj stabilizohet momentin që... Po unë e menaxhoj shumë thjesht duke me frymarrje, me ushtrime të zonit për diafragmën dhe duke u përqendruar te roli që të dale sa më mirë, po mendoj se është mirë që janë, se atëherën
Se po s'pat e jetë në ty atëherë që do japjesh në ski. Jam shumë dakord. Dhe mendoj që këto emocione na bëjnë që ta duam edhe më shumë. Na bëjnë që të ndjehemi gjallë. Ose në fakt na tregojnë se sa e duam. E vërtet, ose edhe kjo e dyta. Jam dakord. Kujtime, ka ekzistuar ndonjëherë frika pasi mbarove studimet? Ne dëgjojmë shumë shpesh te aktorët që ekziston një farë frike, a do punsohemi. E ke pas ti këtë dilemë pasi mbarove studimet, nëse do punsohesh, apo si ka qenë kjo fazë derisa u punsove në teatrin e Kosovës? Ishte frikë, sinqerisht ishte frikë, sepse kur mbarova studimet thash, ua, pa tash qa? Qa u bo tash? Ku? Ti mbaron studimet, ty fillosh duhet një rrogë, duhet një punë, duhet një bijetesë, bësh, dhe sa u ka hap konkursi i parë, dokumentat i kam qu direkt, është aja frika që a do ketë punësime, a s'do ketë punësime, punë, uroj që të ketë sa ma shumë punësime, dhe ato që s'janë punë, që të mundsohen, të punësohen, të hapen konkurse sa ma shumë, sepse si cili e meriton, e njojmë të gjithë, dhe më thonë, ambientin artistik të në dhe janë të shkëlqyshëm, sinqerisht. E vërtet. Ne arritëm drejt fundit, ishte një bisedë shumë e bukur, sa që nuk e vrejta që kaluan, ka që vetëm tash sa ma bën me shaj regjia që jemi drejt fundit, dhe më thënë e shiova sinqerisht shumë. Dhe thash, do ja jap vetës mundësin që të të njoh nga kjo intervjistë, dhe vërtet arrita që ta njoh atë shpirt bardhësin tënde dhe sinqeritetin që të karakterizon. Kështu që nuk pas ka ngabu krejt ata që më kanë thënë fjalë shumë të mira për ty. Faleminderit shumë Flori, ishte kënaqësi dhe shumë vlerësim i madh. Uroj që të kesh kaluar edhe ti po kaq bukur. Unë nuk kënaqesha sinqerisht edhe unë nuk e vrejta se pas ka kaluar emisioni, mendova se në fillimi të bëni bisedë spontane. Falenderoj shumë për kohën, të uroj shëndet dhe uroj të takojmë sërish dhe të ndajmë vetëm lajme të bukura bashkë me ty. Gjithashtu zemra, faleminderit edhe ty, ishte shumë kënaqësi e madhe. Faleminderit shumë për konsideratën. Të dashur miq, unë këtu e përmbyll këtë bisedë me Kujtimen, duke uruar që edhe ju patët rastin që ta njihni atë në krejt ngjyrat e saj, në dimensione të cilat nuk arrim që t'i shohim nga aktorët kur ata janë të ngjitur në skenë. Ky është dhe qëllimi, që ne për pak minuta t'i zhveshim nga profesioni dhe ta njohim shpirtin e tyre të vërtet. Ju falenderoj për vëmendjen, si gjithmonë e sot falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia dhe ju le takim nesër në terminin e rregull. Deri atëherë, mirëmbëjtje.